Përsëri është zhvilluar një protestë për Dritson Kurtin para gjykatës së Korçës. I riu u arrestua për marrëdhënie seksuale me të mitur pasi filloi bashkëtesën me një 14 vjeçare, bashkëtesë që lindën dhe një vajzë. Prokuroria kërkon 25 vite burg, ndërsa komuniteti rom në Korçë kërkon lirimin e tij. Çfarë ka bëra javë, edhe me gënjen, një të ta bëjmë sa një ballafiqim të. Turptiken, pas ka shkatrojnë fëmi, pas më shkatrojnë. Po i ngrani, ku i pa ngrana e fëmi, ku shërdi e pyt? Një grua plaku me 120.000 leka të mbaj presionin, të mbaj djalin apo nusin apo fëmin. Apo vinë në shikojnë japindim, që ishkën maskaralek që bejnë. Turptiken, të shmarin ato që vrastin që therin, jo këte djalkën që marin. E morën pa drejtësi fare. Avokati i 21 vjeçarit Gentian Seriani shprehet se prokuroria e kësaj çështje ka dorëzuar atë të transferuar në kryeqytet. Kjo sipas tij është një lajm i mirë, pasi pritet rikualifikimi i veprës penale. Seanca u shtyp për shkak se prokuroria ka kaluar nga gjykata, nga prokuroria e Korçës në prokurorinë e Tiranës, kështu që është fat i mirë për djalin këtë rast, për shkak se prokuroria është nga rastet e rralla në Shqipëri që ndodh që për i vepër të tillë klasifikon me një dënim mbi 25 vite. Kështu që mund të themi që është pozitive që na ka ikur, pra ka dash Zoti që Dritsoni të shpëtojë nga një prokuror e tillë që kërkonte 25 vite dënim dhe shpresojmë që gjykata dhe prokuroria të ketë një qasje të paktën për të kuptuar se si është kultura dhe tradita e komunitetit rom, por ndërkohë që kemi programe për diversitetin kulturor e tij, apo e shohim që tek ku bëhet fjalë për çështje penale japim maksimumin e dënimit. Ditën e njëjtë kanë dëshmuar në gjykat bashkëtuesi e 21 vjeçarit si dhe përfaqësues të komunitetit rom, të cilët kanë kërkuar lirimin e tij.